Sikur këto mollë, edhe gratë e dhunuara gjatë luftës u shkatruan ditë me parë nga deputetët e Kosovës. Dhimbja atyre u shtua e shpresa për ditë me të mira u shua 14 vjet pas luftës. Kështu po mendojnë organizatën Alter Habitus, që organizoi protest për të kundërshtuar mospërfshirjen e grave të dhunuara në projektligjin për personat e dëmtuar nga lufta. Jo vetëm gjuha, po dhe qasja e tanë diskutimit gjatë seancës ka qenë qasje denigruese dhe qasje seksiste. Protestuesit thanë se turpi nuk është me gratë fatkeqe që nuk pati kusht t'i mbrojë në luftë. Besoj që ekzaminimi i femrave pas 13 vjetëve është i pamundur, edhe unë nuk po mendoj që me të dhunu është marrë. Për të turbuarat para kuvendit, turpi është pjesë e këtij institucioni. Shajmuja krejt këtë muhabet, tha se e bëri të madhe vetëvendosja. Ju devijoni prononcimin tim për ekzaminim ginekologjik. Ju jeni spekulant. E vetëmuja bashkë me shefin e tij të partisë, Hashim Thaçi, po akuzohen nga vetëvendosje për situatën e krijuar. Bile atyre ju vu faj edhe për sulmin fizik ndaj një aktivistje që rastisi të jetë pjesë e kësaj lëvizje. Ne mbajmë si frymëzues dhe si përgjegjës për këtë që po ndodh kryeministrin dhe këta deputet që i përmenda. Dhunën e ushtruar ndaj Balajt të mërkurën Brema e dënuan të gjitha gratë deputete, të cilat kërkuan zbardhjen e rastit.